Me një akademi solemne, Universiteti i Tetovës shënoi 31 vjetorin e themelimit të tij. Me këtë rast, titulli doktor honoris causa i u nda ish presidentit të Shqipërisë Recep Mejdani, në shenjë respekti dhe mirënjohje për kontributin e tij të shquar në jetën akademike, shkencore dhe institucionale. Fillimisht të pranishmit i përshëndeti rektori i Universitetit të Tetovës, profesor dr. Jusuf Zeneli, i cili foli për rrugtimin dhe sukseset e universitetit ndër vite. Universiteti i Tetovës u themelua me 17 dhjetor të vitit 1994 në kontekst të rënd politik, juridik, shoqëror për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Themelimi i tij nuk ishte thjesht akt formal juridik, por akt i vetëdijsimit arsimor dhe kombëtar, i dedikuar nga mungesa arsimit të lartë publik në gjuhën shqipe dhe nga nevoja për barazi akademike. Kjo nismë historike udhëhoq nga intelektual, profesor universitar dhe struktura shoqërore shqiptare, me në krye rektorin e parë dhe themeluesin e Universitetit të Tetovës, profesor dr. Fadil Sulejmani. Ndërsa prorektori për shkencë, profesor dr. Vullnet Ahmeti, paraqiti referatin mbi jetën dhe veprën e Recep Mejdanit. Veprimtaria e tij shumë dimensionale pasqyron vlerat që Universiteti i Tetovës promovon në mënyrë të vazhdueshme, ndërthurjen e shkencës me përgjegjësinë publike, dialogun demokratik dhe shërbimin ndaj shoqërisë. Zotëri Mejdani ka marrë pjesë në aktivitetet e shumta akademike, publike dhe shoqërore, dhe ka botuar një numër të konsiderueshëm studimesh, librash universitar dhe pas universitar, si dhe është antar nderi i shumë asociacioneve kombëtare dhe ndërkombëtare. Profesor Recep Mejdani është nderuar me titullin doktor honoris causa nga universitete prestigjioze ndërkombëtare. Profesor Mejdani ka marrë një numër të konsiderueshëm dekoratash, medaljes dhe çmimesh kombëtare e ndërkombëtare për veprimtarinë e tij mësimore shkencore, shoqërore dhe politike. Në fund të pranishmit i përshëndeti edhe vetë Recep Mejdani, i cili falenderoi Universitetin e Tetovës për vlerësimin e dhënë. Dhënia e këtij titulli nga një universitet të Shqipfolës, i themeluar 30 vjet më parë, si një iniciativë e intelektualëve shqiptar të Tetovës, ku një rol të veçantë ka luajtur rektori i parë i tij, profesor Sulejmani, Fadil Sulejmani, më jep një kënaqësi të shumëfishtë. Universiteti i Tetovës në janar 2004, pas miratimit të ligjit për legalizimin e tij nga parlamenti, u bë institucioni i parë shtetëror i arsimit të lartë në gjuhën shqipe. Gjatë një periudhe 31 vjeçare, në auditorit e tij janë formuar me mira student dhe aktualisht Universiteti i Tetovës me 13 fakultete dhe afro 60-70 programe studimi është i përkushtuar në harmonizimin e tij me procesin e Bolonjës, sipas cikleve diplomë universitare, master, doktorat, si dhe në përfshirjen në sistemin evropian të transferimit të krediteve. Aktiviteti u mbajt në prani të drejtuesve të universitetit, stafit akademik, studentëve dhe mysafirëve të tjerë.